Përshëndetje hoxh, a është gjunah me I kalu dikujt përpara kur është duke u fal, para derës së dhomës ose kështu. Pra, nëse njeri ka hyrë namaz, I ka lidh durt, nuk ban mi kalu përpara, kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu. Sepse thotë është ta që dëmsh me sa po ta dinit çfarë dëmi ka do të qëndronit larg 40. Ulemat kanë komentuar 40 ditë, 40 javë, 40 metër, etj. Gjithsesi, me I kalu besimtarit kur është u fal afër, I pengon kjo gjë dhe ati nuk ja prish namazin kurse ti merr gjuna. Por e kemi edhe një rregull tjetër karşi kësaj. Besimtari kur falet duhet me marr sutër një pengesë mes unë që po falem mes meje, edhe atyre të cilët dojnë me kalu para meje. E vendosi unë atë pengesën, atë sutrën te vendi I sejdës, edhe falem aty. Te ajo pengesa e kënej, unë nuk I la me m'kalu njerëzit, ma për te që kalojnë, për te asoj pengesës, s'ka problem. Nëse njeri nuk ka marrë pengesë, edhe dyta, ky njerë dhe më thonë, nuk ka marrë pengesë e para, edhe dyta është të u falë me një vend ku I pengon të tjertë. Atër themin këto dy raste, edhe nëse I kalon për para, s'ka kurfar problemi se faja është vetë te personi cili nuk I ka marrë sebepet që të tjertë, mos me I kalu ka vendi I sejdës së tij.